Malo Ademi, me sfundi një shpërblim i merituar për karrierën tuaj sportive. I kënaqur? Shumë i kënaqur. Ju falenderoj shumë që merr dita që më thanë për shpërblim, sepse kam edhe tjera të pa shpërblime. Për shembull, unë do të flas se më kam e shiqur që nolla përpara telekamerave. Kam një diçka të veçantë prej gjitha tjerave. Flas gjithmonë në rang kombëtar. Vetëm një bilardist mund të njofim këtë që po flasun. Kam bërë 7 brigola, e brigolat janë rekord kombëtar i të në kohnave. Që hala sa s'ka arrit kush. Nëse unë flas shtremt, të flasin tjerë që e kanë pa. Po, në i gjanë s'kam marrë, dhe i medalje, në i sënë s'kam marrë. Ashtë një gjanë madhe, se për 80 vjetë që jam unë sot, të jap vetit që më hanë 70 vjetë, kam lujt bilardo, i pa lodhën, po kishe pasionin tem. Prej pasionit flasë. Sa vite keni lujtur bilardo? Kam lujt bilardo 70 vjetë. Sot jam 81. Për 70 vjetë, njaja është e veçanta jeme, që e kam pas si qef dëshirë të madhe, po këto brigolat i kam bërë në pranit të shoqas Alfred Ashiku. Kjo është një gjë e madhe, po kam et një heshtje. Pse të mesin heshtje një gjithë? Po flas si puna një rekord, ose i kësim snaltit, ai personi që emnin Muhamet, nuk e di që e ka emnin, po janë diçka gjëra që mesin kujtime. Pse nuk më shpërbly kë 7 brigolsh? Vetëm një bilardist e kupton që dhe me thanë 7 brigolshi. Por, dorën më kanë dhanë për atë punë, po heshtje. Deshet me të bukura tuaj në karrierë sportive. Kolegu juaj, Xhavat Suguri theksoi që Naila Lushi, Malo Ademi dhe Xhavat Suguri është treshja e artë e bilardo Shkodranit. Faktikisht, unë i kam majtë në shënim, si punë ditarit, i kam majtë shënim ndeshjet, po kërkuj që kam thënë. Qysh 28 vjetë më parë. I kam registru, edhe i kam lezu ata, në prenit të tanëve. Je për para faktit, unë dëshira jemi dhe të kishtë e kanë që me më dalën pa puna e brigolave. Se 7 brigola nuk i ka bakush. S'ma mërmene se i bajnë, se arrinë. Nuk të thatë ndeshjen me të bukur tuaj. Ndeshja ma bukur e jemja ka kënë kur Zidi Barbullushi, unë kisha dhe 2 pikë me maru, Zidi Barbullushi më kalan stegën dorë. Një lujtar i vjetër, por aja stega vjetër e diftej vjetin. Por Zidia ishte në atë kohë në moshen 78 vjeqë. Kam dalë, pa mërësisht nga humja, po aja ishte loja ma bukur e jamja. Zidi Barbullushi diftej stegën e vjetër ti. Që të thëmë të shtjetër, po.